Pavarësisht se u rehabilitua pjesërisht pak muaj më parë duke krijuar një blokadë prej betoni, sërish burimi i ujit të ftohtë është i bllokuar nga inertet. Aty ka mbetur vetëm një copëz e vogël ku mund të mbushësh thjesht një shishe me ujë, pasi pjesa tjetër e burimit është mes inerteve. Ata të cilët vijnë dhe mbushin ujë çdo ditë te ky burim, shprehen se ai është shumë i rëndësishëm, veçanërisht për gjatë verës kur shumë familje nuk furnizohen rregullisht me ujë. Sipas qytetarëve, duhet që të ketë një vëmendje të shtuar për burimin historik të ujit i ftohtë, pasi aty mbushin ujë me qindra pushues vendas dhe të huaj çdo ditë. Atëherë unë të them të drejtën që është gjuna, që është vlora të vuaj për ujë e të vitë mbushi ujë këtu, për të pire, për të larë. Sepse shikohet vetëm bregu i detit, ku do vinë turistat, kurse ata që janë nga mbrapa pallatit, do marrin ujë me kova e ta çojnë si për në katë 5 të 7. Nuk më duket normale. E ka shfrytzuar dikush për të shitur, diku këtu lart, edhe ajo pak që vjen, është gjuna që të vjen. Blokohet edhe nga inertet ose edhe nga pjesëllëgjet e tjera që... Po tani një diçka e bukur është. Edhe dikush që mund të kaloj do vetë mbushi një grusht me ujë, do ta pi ose do freskohet, nuk është një diçka që i humbet qytetit ose aq më mirë. Nuk e dim historikun e ujit, se s'jemi prej këtej. Po, vi e vizitojmë edhe në të shit, da vizitojmë pak edhe do ikim Do pastaj. të vizim pastaj. Ja lajmë ndërkohë. Ora. Si bllokuar, domethënë nga inerte, nuk mbush me ujë. Kur e dëgjon si të vjen. Oh, Për të vjellë. keq na vinga, keq ja ka... Po, shumë i rëndësishëm, po. Bile është tërheqjes për vizitorët. Duhet të vazhdojnë ta mirëmbajnë, ta hapin, ta bëjnë që të trembën si qytetarët. Po duhet ta kishin bërë. Ju urojmë shëndet. Qytetarët ngren edhe dyshime se bllokimi i burimit të ujit ftohtë me inerte bëhet qëllimisht. Krahas një vendi ku mbushin ujë me qindra qytetarë çdo ditë, burimi i ujit ftohtë është edhe një atraksion turistik i qytetit, ku çdo ditë ndalojnë të huaj për ta vizituar, për të mbushur ujë apo thjesht për të bërë një fotografi.